I'm shaking, drinking all this coffee. These last few weeks have been exhausting. I'm lost in my imagination, and there's one thing that I need from you. Can you come through? I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing this. Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. E ka nisur Roani këtë vlogun, por tani e ka marrë në dorëzim. Edhe jemi duke krijuar content për në Instagram. Ndërkohë kam ardhur pa make-up sepse kisha reklamën për produkte skincare dhe tani më duhet të bëj make-upin edhe të bëj disa reelsa për në Instagram. Kështu që mendova të hap edhe vlogun për YouTube në këtë rast edhe go, vazhdojmë. Këtu kam të gjitha gjërat që më duhen. E kam marrë te kjo çantë që ju kam treguar edhe më parë. Me këtë rast do shikoj edhe se si do të qëndroj make-upi me produktet e skincare-it që unë kam nisur. Tani nuk është se kam ndërmend të bëj ndonjë wow, ndonjë make-up llatarshëm, por thjesht të sistemohemi për të bërë video. Pas ka marrë çdo gjë të mundshme, të panevojshme, përveç gjërave që më duhen. Kam lënë shumë gjëra në shtëpi. Kam bërë foto dhe video pa fund. Nuk e di se çfarë do të postoj nga këto që kam bërë. Për momentin jam me këtë lloj veshje, por sigurisht do ta ndroj sepse do të vesh rroba më të thjeshta për të dalë. Dhe mendova të hap pak vlogun e YouTube-it dhe t'ju tregoj se ku kemi arritur. Ndërkohë, i preferuari juaj. Në kapër të gjik, më duhet bosh. Ndërkohë, i preferuari juaj që Gjoja mori përsipër të vënte vlogun. Ka ngecur. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Jemi në një shtëpi dhe unë jam Roani për të gjithë ata që nuk më njohin. Dhe çfarë do bëjmë sot? Te kjo shtëpi? Foni ju, ne sot do bëjmë foto. Pra, që është një gjë e rëndësishme. Këtu është mami, e cila po punon. Po hap këtë. Qa quhet ti? Tripodin. Po hap këtë pallatin e gjatë këtu. Edhe ne tani do të shkojmë shtëpinë dhe hajdeni. Atëherë, shtëpia është kjo. Këtu është një vonë e cila ka 2 kërvaj. Është banja që është mami. Këtu është këndi, ku ulemi ne, kupton? Edhe, këtu është televizori, këtu është PlayStationi. Mos këtojnë që është shtëpia ime. Aty është një kuzhinë e lehtë, moderne. Tu është kjo ku vendosen këpucat. Këtu është dhoma tjetër.
Edhe këto është banjo tjetër. Këto është një tavolinë cilësore. Aty është një sobë. Edhe kaq ishte shtëpia. Këtu është një vazo. Është vetë stoli për i duri këtu. Edhe për i duri dalë t'ju të gojë me balkonin. Këtu është balkoni i cili është shumë i madh dhe është për lozë futboll. Ja. Masoni është kjo. Ja. Kështu, tani futemi brenda. Futemi brenda. Kjo ishte shtëpia. Tani shifemi. Ju ndërkohë bëni 200 like, po pres. Mbaruan. Tani fillojmë pas pak. Këta janë dhe parfumet e mamit. Si ben. Dhe i është përleshme, ma që i bashko të dhja. Përleshme ka më shumë kurse. Shiko që përle. Që do përle të dhja. Hi guys, zërim si gjym. Hi njerëz, e ku jam sërish me ju pas një javë ose 2 në mos gaboj, mbasi kam hapur këtë vlogun. Ju kam thënë që do kemi vlog me se s'bën këtë javë, por që në momentin që unë editova videon, pash që kisha xhiruar vetëm 10 minuta vlog. Edhe kam qenë shumë smur këto ditë, tani jam pagës më mirë, por gjithsesi duket që jam akoma smur, zëri më ka ikur fare. Edhe dje kemi qenë në Durrës dhe në Divjak. E kisha në plan që do ju tregoja më shumë gjëra, do flisja më shumë, por që nuk mundesha, sepse nuk kisha zë. Dhe tani jam tek shkolla e Rohanit. Sot që kam pak më mirë dhe prandaj hapa këtë vlog. Dhe tani do shikojmë reagimin e Rohanit, sepse ai sot nuk do të shkoj për të bërë detyra tek mësuesja, pasi ajo mungon edhe do të bëj në shtëpi. Por Rohani ka shumë qejf që të bëj detyrat në shtëpi, sepse e dini ju, është më i lirë edhe bën çfarë ti do i qefi. Do t'i bësh në shtëpi se mësuesja nuk është sot.
fshatare se kjo s'kam parë. Njerëz të shumë budallaqe. Ja, fillojmë këtu. E marrim një farë e futim në gojë. Nuk e marrë dot, se është e vogël. Pse ke ndaluar? Ha. Nie. Që doja me fjalë zemre të mikprisja fillimisht fëmijët që janë këtu edhe t'i falenderoja që na dhurojnë shumë dashuri, hare dhe ëndra që kemi her pas here. Dhe nëse flasim për hare, për argëtim, për ëndra, është pikërisht ajo që ka filluar të dhuroj Gramsci kohëve të fundit. Jam njohur shumë kohë më parë për Gramscin, por viteve të fundit më ka surprizuar shumë, ndër Gramsci! E di që keni qenë muzikën popullore, kështu që do vazhdojmë me muzikë popullore. Sweet dreams are made of this. Kam vizet jam i pare, do të mbedem 100% fare. A ganoj me folk këto male, me tregu kush ka shkelti këto. Do tregoj se kanë qumë shqiptare, ashtë të vjetra o sato. A kantoj me folk të fusha, kush ka ece ka luftu për to. E qynë, po da jemi ty! Shto ka forja. Derina! Më je kërkoj, jet me ty. Jetësa ime më jep shpres. Sa për te Dingi, 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 yeah Ja, ku më ke, zemër, ja, ku më ke Përshëndetje dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim, apo s'mund ta them të gjë se e kam të thënë. Okej. E rinisa sërish këtë vlog, nuk e di fare se ku e kam lënë, nuk e di fare se çfarë kam bërë, pasi jam bërë më shumë se 1 muaj e gjys që unë nuk kam xhiruar më, dhe tani që hapa telefonin, po më duket sikur e kam prerë parë që bëj video, edhe nuk kam qenë unë ajo që kam bërë gjatë gjithë kohës, edhe këto 2-3 vite. Gjithsesi, doja t'ju updatoja pak me të rejat më të fundit që ka ndodhur në jetën time, edhe pse kanë qenë shumë gjëra. Si fillim, arsyeja kryesore që unë nuk kam bërë vlog dhe nuk e kam vazhduar këtë vlogun, por e kam lënë për gjysmë, ka qenë fakti që unë kam pasur licencën edhe portalin këtë vit. Ju kam lajmëruar, ju kam thënë që kisha licencën, i kam dhënë të 2 provimet në datën 27, kam dalë tek të 2 shumë mirë, dhe jam shumë e lumtur dhe shumë krenare për veten time që arrita të dilja me sukses të këta provimet, sepse përveç kostos
do më kushtonte edhe shumë kohë të tjera që unë të mund t'i përsërisja sërish. Një nga arsyet ka qenë kjo, edhe kam qenë gjithë kohës në ankth që nuk duhet të xhiroj, nuk duhet bëj foto, nuk duhet bëj video, por duhet vetëm të mësoj, edhe në çdo moment kam patur këtë gjën këtu që më thoshte lexo. E kam qenë gjithashtu në marrëdhënie pune, por unë ju kam treguar që kam nisur edhe një punë të dytë, edhe kjo puna e dytë më ka marrë shumë energji këtë një muaj, por që edhe kjo ka vlerë. Nuk dua ta ndaj akoma me ju këtë gjën e dytë dhe do ta ndaj vetëm me personat që do vinë të më pyesin në DM dhe janë të interesuar që ta bëjnë edhe ata se punë. Unë mbaj mend që këtë vlogun e kam nisur në lidhje me bashkëpunimin që kam patur me Setafilin dhe unë i kam mbaruar të gjitha ato produktet që kam marrë atëhere. Sot më erdhën produktet e tjera dhe jam shumë e lumtur që kam gjetur vërtet veten te këto produktet dhe do të them që gjithashtu unë kam bërë skin testin këtë periudhë dhe ajo çfarë kam kuptuar nga skin testi është që unë gjithë këto vite e pas kam trajtuar lëkurën time gabim. Do me thënë, unë kam menduar gjatë gjithë kohës që kam një lëkurë të thatë, por në të vërtet lëkura ime ishte e yndyrshme. Ne kemi lënë të darkojmë me familjen, kështu që unë dua ta mbyll këtë vlog. Apo jo. Okej, pas kam marruar të bëj vlog. Më duket se nuk duhet ta vazhdoj më këtë profesion. Mendoni që duhet ta lë këtu? Nëse po, më shkruani në komente dhe unë do largohem nga YouTube-i, sepse tani kam shumë gjëra tjera për të bërë. Po iki, po jo lë këtu dhe bashkë do të shihemi në vlogun e radhës. Shpresoj dhe uroj shumë që të jetë më i bukur se ky dhe të mos e lë për gjysmë, por ta përfundoj deri në fund. Tani do të çohem, do të bëhem gati dhe do të dalim.